Bismillahirrahmanirrahim. A ke pa një jetë se cili njeri ka ëndrat e veta, dëshiron me bo pare, me bo famë, autoritet, me kry shkollë, me bo fëmijë, me i shkollu, me i punësu, me përmend njerëzit, filoni ka arrit, filoni kështu, filoni ashtu. Kalojnë nga mosha e rinis, mas i ka bo 20 vjetë është martua dhe i ka pas të ëndra, i ka mrin këto ëndra dikur. Qoftë tërësisht ose pjesërisht, i ka po 50 vjetë, pra mas 30 vjetë për afërsisht, sikur kjo ndjen fillon me ira, për arsye se shet që gjërat cilat ai ka ndru me mri, i ka arrit, ose ato që ka si ka arrit e ka pasi nuk është pa tjetër më konë shumë të rëndësishme sa ka mendu ai në rini. E ka pasi për të ata cilët është mundu qatë shumë, se cili ka fillu me këshyr jetën e vetë, fëmijët e vetë, bashkëshortët e veta ose bashkëshortët e vetë, edhe sikur më është gënjy. Me thonë ka dalë se a ku mbo diqka për vete. U flasë gjithmona i cili nuk është sa duhet në rrugën e Zotit. Edhe ëndrat e tia me ushujt, e shep para syve të vetë se si pasunin cilën e kam ledhaj me mund, me mishe, me shpirt, po i zhdukët para syve. Pse? E merë djali, e merë vajza, e shesin, bëjnë lukse, blenë makina, etjere, ky ka hek kafshatën e gojës për ta mri. Edhe fillon me i thonë vetës, ka dalë se përduka më bët diqka në ryshon. Nuk qenë ka gjdo send edhe arritje madhe me mri, vetëm të këto qka i ku mri. Dhe fillon me mendu, me bo një projekt ku ka mja po hajrën aj vetë, për gjallë dhe mas dekjes. Andaj në Islam është shumë rëndësishme që njeriu mos me qyr veç ata që është e bon sot për sot, po me qyr ata që është e bon sot për me përfitu nesër, ata që është e bon këtë dunia të e miell për me përfitu mas vdekjes, ata cila ka mi sjell dobi edhe mas vdekjes. Ato janë veprat e mira që i bën për hir të Zotit, veprat të cilat vlera tyne ose përfitimi prej tyne i vazhdon këti edhe mas vdekjes. Prandaj Allahu Azza wa Jalla ka përmend në Kur'an surën Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ne do të ringjallim në botën tjetër të vdekurit. Edhe ne ja u shkruajmë atyne veprat që i kanë bo, edhe ato, si me thonë, ato veprat të cilët i kanë lonë mas vdekjes, do me thonë, kalon një trashëgimi, një dobi, një khejrë. Jo veç ato që ka marrë, dhe marrë dikush punën punë të mira, masit vdes të ndërpritën ato punë të mira, i merë se vapët me vete. Po dikush ka bo punë të mira që mbesin se vapët, mbesin ato punë të mira, këja shë khejrin edhe pas vdekjes. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka orientu, i ka fokusu kretë punë të mira mas vdekjes në 3. Ka thonë kur des njeri ndërpritën se vapët mas vdekjes, që i ka bo për veti, mas vdekjes, përveç nëse kalon një vlad të khejrit që lutët për ta. Një dije të dobishme që ashojnë khejrin njerëzit asoj dije. Edhe një hajrat, një vepër të mirë, një hajrat, një bamirësi, një sadak, që njerëzit përfitojnë mas vdekjes së tij nga ajo sadak. Pra, dija, më falë fillimisht e vladi, pasarsi, e dyta, dituria, e treta, pasunia. Me ta po hajrën e mas vdekjes timi apo hajrën, ndaj duhet me pas një projekt 30 vjeçar mas paku, se si ti me angazhu vetën, që shqe ka angazhu me bo një shpi, me bo një biznes, një diqka, edhe mas 30 vjetë me u bo ma i biznesin, që ashtu me bo një projekt 30 vjeçar në njërë për këtyne trijeve, në edukimin e fëmijëve, pse jo të njëpave të mesave, me lo një dëshmi, mas vdekjes që ata me bon veprat mira që ti kimi apo hajrën. E dyta me lon një dituri, ose vetë me shkru një liber, ose me botu një liber, ose me ndihmu një student, një nxas. Edhe treta përmes sadakës, përmes parës tane me lon, me ndërtu një xhami, një diçka, një urë, një qeshme, një diçka, që ta shojnë hajrën njerëzit mas vdekjes. A ke bon kësi plane? A ke mendu kësi gjëra? Përmendet në një prej ishujve, si të regim kjo cekët, shkon njoni i vizitan banorët ati ishull dhe shese aty varët e ty në shkruanin të gjithë varët nga 20, 30 e mas shumë të 20 vjetë jetë. Edhe ky mendoj se kanë vdek të gjithë 3,
më i vjetër që ka vdek 40 vjeç. Edhe po i pyet pleqtë të fshatit, si ka mundësi tha që të gjithë të vdekurit tuaj janë ose 3 ose fëmijë, dikush 5 vjeç, dikush 10 e më shumë ti 40. Ata i thanë jo, datat e shkruara, data fillimit edhe fundit, për shembull 2020-2025, nuk është data lindjes edhe vdekjes, po data sa vite e kanë pa hajrin njerëzit, sa vite ka qenë produktiv për të tjerët, për shoqërinë. Dikush 5 vite produktiv, dikush 40. Sa ke jetu ti, edhe që ke marrë me vete, sa ke hangër, sa ke pi, lukse, sa ke po, kërkuj nuk i interesan. As ti nuk ja sheh hajrin atyne lukseve tua mas vdekjes. Andaj, bën gjëra cilat kanë me ta pa hajrin njerëzit mas vdekjes. E dini me atë tregimin ai që ka mbjell një ulli, një pemë, edhe një plak, më shumë mbreti po ashtë tha, pse po mjell ti kur s'ki me ngëzu, s'ki me hangër, se ati duhen shumë vite për me fillu me e dhanë fruta. A i tha, o mbreti dashur, të tjerët kanë mjell për mu, e unë po mjelli për të tjerët. Pra ata kanë mjell, na kena hangër. Tash na po mjellin që me hangër tjerët. Mbreti u habet edhe i dha pare, qeshi plaku edhe tha, pëshe, se hala pa mjell mirë, i dha frutat e veta kjo pemë. Andaj, du të bëjmë punë të mira që të na shojnë hajrin të tjerët. Ke kujdesa, keni projekt 30 vjeçar, që ti me apo hajrin ati projekti mas vdekjes tane, mos mu ba pishman që çdo send ke ba vetëm për këtë dunja. Allah na falt.